Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيبات الجب وأوحينا إليك لنثبتنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون صدق الله العظيم. Falënderimi dhe lavdërimi i takon Allahu xhaleshanuhu, atë e falenderojmë, prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salat dhe selam i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij, dhe të gjithë atyre që e pasuan dhe e pasojnë rrugën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri ditën e Kiametit. Të respektuar vëllezër besimtar, do vazhdojmë sonte me komentimin e surës Jusuf, e që do të ndalemi tek pjesa e hedhjes së Jusufit alayhis salam në vonar në pus. Në surën Jusuf, Allahu xhaleshanuhu na tregon ndodhin, na tregon ngjarjen e vëllezërve të Jusufit alayhis salam që e hodhën në pus, në bunar. Ajetin që lexova është ajeti 15 i surës Jusuf, ku Allahu xhalla shanuhu drejtohet dhe thot: "Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati al-jubbi wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun." Sadaqallahu al-azim. Pasi që ata shkuan me ta dhe vendosën që ta vënojnë në fund bunarit, ne i shpallën, ti do të njoftosh ata për këtë vepër tyre, e duke mos e ditur ata, do të vijë koha do t'ju thush për këtë vepër, ata nuk do të dinë se ti je Jusufi. Allahu dhul Gjelal na tregon se vëllezërit e Jusufit, pasi e morën me vete dhe e largun nga babai Jakubi alayhis salam, pas bisedave të shumta që i kishin, pas polemikave të shumta që i patën, për me bind Jakubin alayhis salam që ta morin Jusufin alayhis salam, dhe ata e morën dhe e hodhën pos. Ata vëllezërit kishin rënë dakord të gjithë që Jusufin alayhis salam ta fugën në bunar. Momentet kur e morën nga babai Jakubi alayhis salam, para babait ata e përkthjelnin Jusufin alayhis salam, u munojshin të kenë kujdes të madh për me bind Jakubin alayhis salam se me të vërtet të pedojnë që ai që jeti sigurt dhe dvajape Jusufin alayhis salam. Duke e parë kujdesin e tyre, Jakubi alayhis salam u gëzu që djali i tyre Jusufi alayhis salam po shkon me vëllezërit e vet. Para se të ndahet, Jakubi alayhis salam e mur djalin e tij, Jusufin alayhis salam e përqafoi fort, e përktheli fort dhe u lut për ta. Duke u largu, duke i humb syt babai nga birët e tyre, ata fillun ta poshtërsojnë, fillun ta ngacmojnë, fillun ta shajnë, fillun ta goditin. Pastaj kur u afruan te bunari, te pusi, e lidhën me një litar, e lëshun poshtë në pus. Kur Jusufi alayhis salam ju drejtoi ke vëllezërve të tij me butësi,
ata e godisnin dhe e shanin sa kishin mundësi me shanë. U mundu derisa e hedhshin bunarë në pus, që t'i binda ata mos ta hedhin bunarë. Mirë po ato kishin vendos me çdo kush që ta hedhin në pus, e goditëshin me sa kishin mundësi. Pastaj e prejnë litarin, kështu Jusufi i vogël urzu në ujë, i cili ujë e mbuloi ata. Por disi mundi të ngritet mbi ujë, duke qëndruar mbi një gur i cili ndodhej në pus, dhe ashtu qëndroi mbi ta. Allahu xhaleshanuhu e shpjegon këtë ngjarje më të qetë dhe thotë se dhe ne i futëm në zemër këto fjalë. Një ditë do të vijë që ti do t'ju thush atyre të vërtetën e kësaj, ata po bojnë tani dhe çka po bojnë tani, do të vijë një moment që nuk kanë me të njohë, kanë me të haru. Allahu xhaleshanuhu na tregon butësinë për kujdesin e jashtëzakonshëm dhe rahmetin e tij, mëshirën e tij të madhe që e kishte për Jusufin alayhis salam. Allahu xhaleshanuhu na tregon se si e zbriti lehtësimin për Jusufin në ato momente vështirësie dhe në ato momente frike, sepse megjithatë ka qenë fëmijë, dhe një fëmijë ta hedhësh në pus, një fëmijë ta maltretosh, një fëmijë ta ngaç, një fëmijë ta lësh vetë në fund të pusit, nuk është e lehtë vëllezër të ndershëm besimtarë. Duke ja qetësu dhe forcu zemrën, Allahu xhaleshanuhu i dha kurajo dhe shpalli një ditë, kemi ju thonë atyre të vërtetën e kësaj që ato po e bajnë tani, mirë po atë ditë do të jetë vonë, se atë ditë nuk do të njohin. Me fjalë tjera, Allahu xhaleshanuhu ja bënte me dije Jusufit alayhis salam që mos dëshpërohet për gjendjen në të cilën ndodhi, sepse pas kësaj gjendje kime përjetue çlirimin, gëzimin, mirësi të pa numërta. Allahu xhaleshanuhu do të ndihmoj ty dhe ka me ta ngrit pozitën tënde. Pastaj Allahu xhaleshanuhu vazhdon dhe thotë dhe ata nuk kanë me të njohë, do të vijë momenti kur ata s'kan me të njohë të dhe vërtet, kur do ta shpjegojmë atë pjesën, kur do të bëhen takimi i Jusufit alayhis salam, pallatin e mbretit me vëllezërit e tyre, ata nuk kanë me njohë Jusufin alayhis salam. Vazhdon Allahu xhaleshanuhu dhe thotë wa ja'u aba'uhum gisha'an yabkun. Në mbrëmje erdhën duke qartë te babai i tyre. Vëllezërit të cilët e hodhën në pus, vëllezërit të cilët e lanë fund pusit, në fund punarit, vllajën e tyre Jusufin alayhis salam, shkuan te baba edhe kur e ka fals njëri atë kajtmen, e keni pa vëllezër të ndershëm, diktohet. E kajtmen që ka për një mjaft diçka tjetër, e kajtmen e cila është fals diktohet. Shkuan të gjithë vëllezërit dhe pakajnë para babës Jakupit, sepse në ka ndodhur diçka e jashtëzakonshme. I thojnë babës së tyre, o baba jonë, ne shkuam me bon gara, e Jusufin e lam të teshat tona, mirë po kur u kthim ata e kishte hangër ujku. Ti me të vërtet nuk ime na besu neve, edhe po tjetë e vërtet kjo. Dhe të thonë, njeri kur ka faj, njeri kur se ka për një me, nuk di edhe me rrejt, nuk di me rregullu dhe rrejnën. Po edhe të kajtë se ka për një me, e kajtë mja për një mesh me diktohet, e kajtë mja falso diktohet. Edhe vëllezërit e Jusufit alayhis salam, edhe të kajtëmën e kishin falso, për edhe fjalët e tyre i kishin falso, sepse u diktojshin, nuk dishin me rregullu rrejnën, se gjoja Jusufin alayhis salam e kanë lënë me rujt teshat, e ata e kanë ngrënë ujku. Vazhdon Allahu xhaleshanuhu në surën Yusuf, tash e tham ajetin 17, ajetin 18, Allahu xhaleshanuhu e përmend dhe thot, e erdhën i sollën këmishën e tij me gjak të rrejshëm. Atëherë baba Jakubi alayhis salam i drejtohet dhe i thot, jo, nuk e ka ngrënë ujku për epshet tuaja,
ua heshun punën. Halli im është durimi i mirë. Allahu xhaleshanuhu është nga i cili kërkohet ndihmë për këtë që ju po ma përshkruani. Komentatorët e Kuranit familjarë këto ajeti i shpjegojnë kështu. Në mbrëmje ata u takun të babai i tyre duke qarë. Në mbrëmje ata u takun të babai i tyre duke qarë. Allahu xhaleshanuhu na tregon për rrenat që vëllezërit e Jusufit alayhis salam i treguan babait të tyre. Pasi ata e hodhën fund pusit, fund bunarit. Ata u kthin gjatë natës, gjoja duke qarë dhe duke shfaq keqardhje për Jusufin. Ata thanë duke rrit: "O baba, ne shku me bo gara, kurse Jusufin e lam të rrobat tona, e në këtë kohë ata e ka hangër ujku. Ne shku me bo gara me njoni tjetrin, dërsa Jusufin e lam të rrobat dhe sejnë tona. Në këtë kohë ata e hëngri ujku." Kështu ata thanë se ndodhi pikrisht ajo që Jakubi i friksoi para se ta çonte me ta Jusufin alayhis salam. E dim se nuk kemi na besu, edhe pse na imi të e thonë të vërtetën. Para prakisht nëse ju kujtohet pranë, e përmenëm se Jakubi alayhis salam ju tha, ju drejtu bijve të vetë, djemve të vetë, se nuk po va hap djalin tep në Jusufin, sepse po frigona se ndoshta mos pja u ha uki. Dhe me të njëjtën gjonë që baba ju dha vërejtje, me të njëjtën gjonë këto po ndohen që ta mashtrojnë Jakubin alayhis salam. Pastaj ata e sollën këmishën e tij, lymë me gjak të rrenjshëm. Ata e sollën këmishën kinse me gjakun e Jusufit alayhis salam. Në fakt, ata e kapën një dele e therën dhe me gjakun e saj i linë rrobën e Jusufit për me bo ma të besueshme që me të vërtet e kishte hangër ujku. Megjithatë, ata harruan ta grisin këmishën. Prandaj mashtrimi i tyre ishte i mangë dhe jo plotësisht i besueshëm. Kjo gjë nuk mund të shpëtonte Jakubit alayhis salam. Para mendo, vinë edhe rrenë babën e shkret, se e ka hangë ujku, a këmishën kërku se ka kaq, se ka shki ujku. Kush ka mu bindë këtë mënyrë? Cili njeri bindët, po të shki me këmishën. Dhe atëherë, Jakubi alayhis salam tha, nuk është kështu, por ju keni sa ju diçka mes jush. Për mua është durimi më i mirë. Unë e zgjedh në këtë moment durimin. Unë do të duroj me dinjitet për këtë çështje, cilin ju e keni planifiku, ju e keni përgatit zbashku. Allahu xhaleshanu i kërkojt më ndihmoj këtë që ju po e planifikojni, këtë që ju po e trillojni. Vetëm Allahu të xhaleshanu i kërkojnë ndihmë në lidhje me këto mashtrimet tuaja, në lidhje me këto planifikimet tuaja, cilët po më thoni. Durimi i mirë dhe me dinjitet është ai i cili nuk shoqërohet me ankesa dhe me dëshpërim. Në fjalë dhe vepra, siç është përmendur edhe në një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të ndershëm besimtar, në këtë histori të shoqme për sonte, do të shohim disa mësime që janë frymëzim në vetvete. Mësimi i parë është komplotët e armiqve në petkun e shokëve. Sigurisht që armiqt nuk hinë kur haptazi në fushën e betejës pa pas një mburoj. Por mos me humbë rastin ndaj palës tjetër, për ta zonë befasi dhe për ta privu nga çdo metodë mbrojtëse, ata përpiqen fshehin veprën e tyre poshtë një maske magjepse. Asnjëherë
arminku nuk mundet me të godit ati ku të godet minku. Asnjëherë belajen më të madhe s'ta të ban armiku se sa miku i jot i rrejshëm. Sikurse ju ndodhi në këtë rast bive të Jakubit alayhis salam hipokrizin, tradhtin që ja bon Jusufit alayhis salam. Pastaj prej mësimeve që i morim nga kjo ndodhi është se nevoja biologjike e natyrore e njeriut për argëtim dhe dëfrim. Ashtu sikur se trupi i njeriut ka nevojë për pushim edhe gjumë, edhe shpirti e ndjenjat kanë nevojë për argëtim dhe dëfrim të rregullt. Në këto ajete kuranore e shohim se Jakubi alayhis salam nuk e refuzoi argumentin e vëllezërve të Jusufit alayhis salam, sa i kishte nevojë që lunte e të argëtohej, por në të vërtet e pranoi këtë gjë praktikisht. Kjo është një argument i mjaftueshëm se çdo mendje e shnosh nuk mund ta mohojë këtë nevojë biologjike dhe natyrore të njeriut, sepse ai nuk është një vegël që përdoret në çdo kohë dhe si do që tjetë, por ka shpirt, ka ndjenja, ndin lodhje, ndin mërzi, siç mund të ndjeje edhe trupi. Fëmia në ndjen dhe përkujdesjen e prindit. Nëse dashuria e babës ose e nanës është e madhe për fëmijën, duhet që ai që qëndroj vazhdimisht në krah të tyre, vetë është mos e qartë se dashuria nga pikpamja e ligjit të krijimit është mbrojtja e plotë e fëmijës, kur fëmija ka nevojë për prindërit. Duke u bazuar në këta, kjo përkujdesje dhe rujtje duhet të jetë më e vogël me rritjen e moshës. Fëmijës i jepet leje që të hedhë vetë hapat në jetën e tij drejt autonomisë, ose në të kundërtën do të jetë ai i cili, sikurse bima që rritet në hijen e pemës fort, ku asnjëherë nuk zhvillohet si duhet. Dhe prej mësimeve të kësaj ndodhie është se nuk ka ndëshkim dhe akuzim para krimi. Në këtë pjesë këtij rrëfimit, kësaj ngjarje, e shohim se Jakubi alayhis salam, pavarësisht se ishte në dini se çka kanë me bo vëllezërit e Jusufit alayhis salam, pavarësisht se kishte këshillu djalin e tij Jusufin alayhis salam që mos ja u kallxonte ëndrrën vëllezërve por ta mbante fsheht ata, ai përsëri nuk ishte i përgatitur që t'i akuzonte ata se kanë mi bo dëni të keqe Jusufit alayhis salam, por shfaqsohej tek ata se ishte shumë i përmalluar që të ndahej prej tij dhe se kishte frikë mos e hanin e gërsinat e shkretinës. Nga kjo ngjarje vëllezër të ndershëm besimtar, ndodh që jeton disa ditë Jusufi alayhis salam në pus, në punar, dhe do të vazhdojmë inshallah nëse mbroma me pjesën tjetër se si shpëton nga punari dhe shkon të jeton pallatin mbretëror. Atje do të përballet me sfida tjera, atje do të përballet me probleme tjera, atje do të ketë halle tjera, atje do të ketë surpriza tjera, atje do të shkoje edhe në burg,
atje do të fajsohet pa të drejtë, do të mbaje burgin, por atje do tjetë edhe ministër shumë i suksesshëm. Thash Zoti xhaleshanu që kjo ngjarje e Jusufit alayhis salam tjetë një mësim për të gjithë ne, sidomos për gjeneratat cilët bisupët e tyre morin jetën me jetu. Është mirë të lexojnë këtë ngjarje, sepse e shpjegon raportin mes vëllezërve, e shpjegon raportin mes babës, e shpjegon raportin mes djalit dhe babës, babës dhe djalit, raportin e udhëheqësit, raportin e të përgosurit, e kështu me radhë. Bashkarisht e lusim Allahun xhaleshanu që ibadetet tona t'i pranon. E lusim Allahun xhaleshanu që dhikret tona t'i pranon. E lusim bashkarisht Allahun xhaleshanu që Ramazanin tonë t'a pranon. E lusim Allahun xhaleshanu që të vdekurit tonë Allahun xhaleshanu t'i mëshiron. E lusim Allahun xhaleshanu që pleqët tonë Allahun xhaleshanu t'i forcon. E lusim Allahun xhaleshanu që rinin tonë Allahu xhaleshanu në rrugë të mbarë të udhëzon. Bashkarisht e lusim Allahu xhaleshanu që na i mundsojë që timi nga ata të cilët e shijojmë, e përjetojmë sifirin, e shijojmë, e përjetojmë Ramazanin, e shijojmë, e përjetojmë iftarin. Inshallah dalmi nga ky Ramazan me ibadetet pranume. Dalmi nga ky Ramazan me iman të freskum, me iman të përforcum. Dalmi nga ky Ramazan me ibadete të cilët vazhdojmë edhe pas Ramazanit, sepse ne, si besimtar të besimit islam, nuk na ka hije të jemi besimtar të përkohshëm, besimtar të Ramazanit. Ne Zotin e kemi edhe pas Ramazanit. Ne Zot kemi edhe pas Ramazanit. Ne namaz kemi edhe pas Ramazanit. Ne sadaka kemi edhe pas Ramazanit. Ne agjerim kemi edhe pas Ramazanit. Por, le tjetë shkak, le tjetë sebe, Ramazani që ne ta përforcojmë imanin tonë, ta përforcojmë besimin tonë, velhamdulillahi o rabbil alamin.